3 javë pasi që ministri në detyrë i bujqësisë Faton Peci u intervistua në cilësinë e të dyshuarit për dhënien me qira të fabrikës për përpunimin e nënprodukteve shtazore, prokuroria ka vazhduar me intervistimin e dëshmitarëve. Këtë të mërkur në objektin e prokurorisë speciale është paraqitur zëvendës kryeministri në detyrë Besnik Bislimi. Prokurori i rastit shpjegoi detaje nga marrja në pyetje. Ju e dini që jemi në fazën fillestare të hetimit dhe marrja në pyetje vazhdon, procesi vazhdon, ma tepër s'di çka ju konfirmoj. Si dëshmitari dihet. Po, jo është përgjigjur, është kryer intervistimi, vazhdojmë me veprimet tjera. Debat Plus se pastaj edhe Kallxo.com raportuan se si Ministria e Bujqësisë kishte lidhur kontratë për fabrikën e mbetjeve shtazore, përfshir atë se vëllai i zëvendës kryeministrit Besnik Bislimi, Florin Bislimi, kishte punuar për një kompani që ishte në pronësi të kompanisë fitoria, që është në pronësi të Tahir Malokut, babait të aksionarit të kompanisë fituese të kontratës, të nënshkruar nga ministri i Bujqësisë Faton Peci. Vetë ministri Peci në muajin maj kishte përmendur se 2 herë u ftua për këtë çështje nga Bislimi në zyrë, me arsyetimin se ai merrej me çështje të integrimit evropian dhe kërkesa për funksionalizim të fabrikës vinte edhe nga BE-ja. Zëvendës kryeministri Besnik Bislimi ka thënë nuk është e rëndësishme sa ku më pas kosto financiare. Si barë shtetit e rëndësishme është me trajtu mbetjet shtazore, me plotësu me kriterin e trajtimit ambiental, në mënyrë që Kosova në të ardhmen do të thotë mos me pas pengesë këtë proces. Vetë Bislimi as avokati i tij që ishte me të brenda pas përfundimit të intervistimit nuk u ndalën të flasin për media. Megjithatë, Bislimi pastaj zgjodhi Facebookun të jap versionin e tij për këtë çështje e edhe të kritikojë mediat. Arrita të konfirmoj që të gjitha informacionet që prezantova sot kanë mundur të grumbullohen shumë lehtë pa patur nevojë fare për intervistim. Do të kishte mjaftuar një studim minimal për detyrat dhe përgjegjësitë e zëvendës kryeministrit brenda portofoljes së integrimeve evropiane dhe një shfletim i shpejtë i raporteve për vendin ndër vite nga Komisioni Evropian. Nisur nga fakti se hyrja e ndërtesës ku u mbajt intervista ishte vërshuar nga portalet, gjë që nuk ndodh me raste të tjera kur ftohen dëshmitarët, dhe nga përvoja e nxjerrjes në media të lajmit për intervistim, saktësisht kur po zhvillohej takimi trilateral i dialogut në Bruksel, dali pashmangshëm përfundimi se qëllimi parësor i kësaj interviste ka qenë prodhimi i lajmit medial. Muajin e kaluar, policia e Kosovës kishte kryer bastisje në objektin e Ministrisë së Bujqësisë e intervistoi ministrin Peci në cilësinë e të dyshuarit për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Po ashtu për këto dyshime ishte bastisur Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë e ishte intervistuar kryeshefi i saj.